Diabeti nuk prek vetëm të rriturit dhe të moshuarit, por mund të paraqitet edhe te grupmoshat e reja. Me këtë mesazh u zhvillua ligjërata edukuese para nxënësve të shkollave të mesme të Gostivarit, me rastin e shënimit të ditës botërore të diabetit. Aktiviteti u organizuan nga shoqata qytetare When in Trouble me qëllim të ngriqjes së vetëdijes së të rinjve për rëndësinë e parandalimit të kësaj sëmundjeje. Drejtuesja e shoqatës Biljan Belovinov theksoi se edukimi dhe informimi në kohë janë çelës për të shmangur pasojat që sjell diabeti, ndaj këtë vit fokusi i veçantë i aktivitetit ishin te të rinjt. Kako i sekoja godine, izmenative 4-5 godini, go odbeležujeme ovaj den. Sikurse çdo vit, këto 4-5 vitet e fundit e shënojmë këtë ditë. Këtë vit në fokus kemi vendosur të rinjt, sepse vërtet i rëndësishëm është prevenimi së sa më vonë të ballafaqohemi me pasojat. Këtë vit kemi ftuar doktoreshën, specialiste endokrinologe Sllagjana, e cila do të mbajë një ligjëratë të shkurtër për të rinjt rreth ushqimit të shëndetshëm dhe si të mbrohemi. Prevenojmë dhe pak më vonë do të bëjmë me grupmoshat mbi 18 vjeç nga vitet e 4 matjen e glukozës në gjak. Ligjërata mbajt nga mjekja specialiste endokrinologe Sllagjana Maksimovska, e cila theksoi se mënyra jetesës, ushqimi dhe aktiviteti fizik janë faktorët kryesor që ndikojnë në shfaqjen ose parandalimin e diabetit. Përmes këtyre ligjëratave edukuese synoi që të rinjt të njihen më mirë me rreziqet dhe mënyrën e mbrojtjes nga kjo sëmundje. Ova godina, kako i sekoja druga, kako što organizirame panel diskusiji. Këtë vit moto i organizatës botërore të shëndetësisë me rastin e ditës botërore të diabetit është diabeti në përfaza të ndryshme të jetës. Këtë vit, sikurse viteve tjera që organizojmë panel diskutimi mbi diabetin, tani diskutimi është në një shkollë të mesme dhe qëllimi ynë është atyre të rinjve t'u tregojmë se diabeti nuk paraqitet vetëm te personat e rritur dhe të moshuar, por paraqitet edhe në moshë më të re. Përpos njoftimit se çfarë është diabeti, flasim edhe mbi prevenimin e tij dhe në moshë të re që mund të shtym ose përfundimisht ta ndalojmë paraqitjen e diabetit. Me këtë ligjëratë shpresoj që sadopak t'i njoftojmë nxënësit me atë se çfarë kupton dhe si mund të ndalohet diabeti. Fokusi është te mënyra jetesës dhe aktiviteti fizik. Këta janë faktorët kryesor që çojnë që në moshë të re të paraqitet diabeti ose ta triggerojnë paraqitjen e tij më vonë. Aktiviteti u zhvillua në shkollën e mesme teknike komunale të Gostivarit, ku pas përfundimit të ligjëratës nxënësve u bë dhe matja e nivelit të sheqerit në gjak. Ky aktivitet synon të forcojë ndërgjegjësimin e brezit të ri mbi rëndësinë e kujdesit për shëndetin, ushqimin e shëndetshëm dhe parandalimin e sëmundjeve kronike si diabeti, duke theksuar se edukimi shëndetësor në moshë të re është hapi më i mirë drejt një jete të shëndetshme në të ardhmen.